Gjergj Nesha, kandidati për deputet i Partisë Aleanca Kombëtare Shqiptare, zhvilloi një takim me banorët e fshatit Dukat. Megjithëse prej vitesh në emigrim, Nesha nuk e ka harruar vendlindjen duke nisur fushatën e tij elektorale pikërisht nga vendi i lindjes. Kandidati për deputet Nesha është mirëpritur nga banorët e Dukatit, me të cilët shkëmbeu mendime duke ndarë edhe programin e Partisë Aleanca Kombëtare Shqiptare. Në fjalën e tij, Nesha e vendosi theksin tek një sër premtimesh të dhëna vitet e fundit nga pushteti, të cilat sipas tij nuk janë mbajtur, ndaj u bëri thirrje banorëve të zonës të sillin ndryshimin nëpërmjet një fryme të re politike, duke i dhënë mbështetjen me votë. Në 35 vjet e keni parë vetë që është mashtruar çdo 4 vjet dhe nuk është kursyer askush. Pra na kanë tallur, na kanë shitur tallin për të vërtetë. Kjo ka funksionuar, por deri kur do funksionoj. Pra tani jemi përballë monopolit të pushtetit. Nuk ka më parti, po ka vetëm monopol pushteti. Dhe na ka thënë që vjen Damian Xheknuri, thot para 4 vjetësh që po nuk solla dritat, nuk vi më. Ai prap kandidon. Pra as moral, as turp. Thot Damiani që do vi, por të na thoj Damiani edhe këta të PS-s, edhe të PD-s, sa investime ka Damiani në Bregdet. Dhe sa investime kemi ne këtu në zonë. Pse ata paskan, pse Edi Rama merr ka prona në Vuno nga mamaja dhe ne pse nuk marr kemi prona as në Orikum, as në Dukat, pra as me zoti ai. Edhe unë të pyetja bëj Edi Ramës dhe të pyesi Edi Rama e inteligjencës artificiale, kush është më inteligjent? Rama, inteligjenca artificiale, apo të dhënat që japin ata inteligjencë artificiale dhe na i shesin neve? Pra, tallja, batutat, hidh, prit, kjo vetëm për gjumë neve. Kështu që ka ardhur momenti që Dukati e ka provuar historikisht të ngrihet. Edhe ka provuar që historikisht ka pas gjithmonë njerëz inteligjent. Dhe mund të maten dhe me inteligjencë artificiale për t'i bërë qefin kujdo. Kandidati për deputet, Gjergj Nesha, i pari në listën e mbyllur, e vendosi theksin edhe tek problematikat e zonës. Një ndër më shqetësueset sipas tij është cënimi të drejtës së pronës, duke garantuar se Aleanca Kombëtare Shqiptare është e angazhuar të zgjidhë këtë problematik të mbartur ndër vite, duke çuar pronën tek i zoti. Kemi menduar që sipas të programit të kemi pronat, kollotat, malet të shkojnë tek i zoti. Nuk ka pse të vijë as Tandulaku, as Bamil Topi, as Edi Rama, as Bexhet Pacolli, as në Sjadovin, as në Raven. Ne nuk kemi shkuar as në Kosovë, nuk i kemi shkuar Samir Manes në fshatin e tij në Korç, as Ridvan Bodës që janë nga një fshat, nuk kemi shkuar skujt neve. As në Dhrale, pra ai nga Dërmiu është normale që ai bëhet me grekët sepse ai s'ka marrë pronat. Jo se po të marri pronat, ai do bëhet shqiptar. Në moment që unë si ka marrë tokat në Shqipëri, Çami si ka marrë Çamëri. Tani, si mu them unë dua tokat e Çamëve kur s'ka marrë tokat e mia. Unë jam jashtëloje në vendin tim, pra në Dukat s'kam, në Orikum s'kam, në Durrës nuk kam. Nuk shkoj as në Tropoj, as në Lezhë, as në Shkodër, nuk kam marrë tokën, as në Tiranë. Si marrë kanë ata këtu? Pra kjo tallja duhet të marrë fund. Si merr fund? Merr me njerëz të përkushtuar dhe nacionalist. Nëse ne jemi mashtruesa, duhet të japim zëra vota, po nëse ne jemi e vërteta, duhet i marrim të gjitha votat. Pra Aleancë Kombëtare Shqiptare nuk ka më as të majt as të djathtë, këta janë thjesht parolla. Pra ata nuk kanë programe, dalin në për TikTok, në televizion, program do thot një program i detajuar. Pra Rama me Lulin, me Berishën, 1 herë, 2 herë, 3 herë me Tallava kanë dalë. Ne s'po dalë me Tallava. Ne themi që është Gjergji. Nuk është problemi kush është më i afti. Problemi është që këtë kauz kush e mbron më mirë. Dhe ne mendojmë se e mbrojmë më mirë me prova. Edhe vetë banorët e Dukat Fush ndan me kandidatin për deputet disa prej shqetësimeve të tyre të zonës. Krahas cënimit të pronës, ata e kanë vendosur theksin edhe tek mungesa e investimeve për fshatin, si dhe mungesa ujit të pishëm dhe ndërprerja e energjisë elektrike. Me numrin 7 në fletën e votimit, qytetarët e qarkut të Vlorës do të kenë mundësinë për të votuar për një forcë të re politike, Aleanca Kombëtare Shqiptare. Numri 1 në këtë listë, Gjergj Nesha, djali i Dukatit që punoi dhe u arsimua në Francë dhe erdhi në vendlindje për të garantuar një frym politike ndryshe.